Një histori e re dashurie duket se po lind në Big Brother Kosova dhe vëmendja e publikut është përqendruar te afrimi gjithnjë më i dukshëm mes Klodit dhe Elionës. Ajo që nisi si shoqëri e qetë dhe biseda të zakonshme, sot po merr formën e një lidhjeje që po rritet natë pas nate, mes shikimesh, prekjesh dhe emocioneve që nuk fshihen më. Eliona është ajo që duket më e hapur në ndjenjat e saj. Ajo nuk heziton t'i afrohet Klodit, t'i futet pranë në shtrat, ta puth me spontanitet dhe ta ngacmoj me gjeste lozonjare. Janë momente që nuk duken të sforcuara, por të natyrshme, si të dy njerëzve që ndihen rehat me njëri tjetrin dhe që po e shijojnë afrimin pa frikë nga kamerat. Shpesh, Eliona e puth, e ngacmon me kafshime të lehta plot lojë dhe buzëqeshje, ndërsa syt i shkëlqejnë sa herë që është pranë tij. Është ai shkëlqim që nuk aktrohet, ai detaj i vogël që publiku e dallon menjëherë, kur dikush nuk po luan, por po ndjen. Pranë Klodit, ajo duket më e qetë, më e hapur, më vetvetja, edhe Klodi, ndonse më i përmbajtur, nuk e fsheh rehatin që ka me Elionën. Ai e pranon afrimin e saj, e shoqëron me buzëqeshje dhe gjeste të vogla që tregojnë se kjo nuk është thjesht një flirt kalimtar. Mes tyre ka një kimi që nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, mjaftojnë heshtjet e përbashkëta dhe mënyra si kërkojnë njëri tjetrin në fund të ditës. Big Brother Kosova ka parë shumë histori dashurie, disa të bujshme, disa strategjike, disa të shkurtra. Por kjo mes Klodit dhe Elionës po ndërtohet ngadalë, pa zhurmë, pa deklarata pompoze. Pikërisht kjo e bën më të besueshme dhe më të afërt për publikun. Banorët e tjerë e kanë vënë re ndryshimin. Eliona rrezaton ndryshe kur Klodi është pranë. Energjia e saj ndryshon, fytyra i ndriçon dhe çdo lëvizje tregon afërsi. Nuk është thjesht tërheqje fizike, por një ndjenjë sigurie dhe dëshire për të qenë afër. Publiku jashtë po e ndjek me kuriozitet këtë histori. A është fillimi i një dashurie të vërtetë apo një ndjenjë që lind në impresionin e